pastaj shpëtoj. Arjan, sot Berisha është një PD që nuk të patën kryetari nuk e ka ndryshuar. Nga ajo PD-ja e 96-ës, sot prap kryetari, madje ka thënë, do jemi partia e seksionit, vendosim në qendër të organizimit strukturat bazë. Tani këtu, për te humorit, le themi, berishian, çfarë mund të nxjerrim nga ajo çfarë ka ndodhur në 96-ën dhe si shikon zgjedhjet sot? Shiko, Shqipëria ka nga 44 deri sot në 2026-ën, vetëm 4 parti, faktikisht 3, që kanë patur pushtet. Partia e Punës UBPS-ja, po i quajmë 2 PSHPS, Partia Demokratike dhe pastaj pjesërisht LSI-ja apo LSI-ja, pastaj PL-ja nuk ka qenë pjesë e pushtetit. Dhe ka patur vetëm 6 lider kryesor. Enver Hoxha, Ramiz Alia, Sali Berisha, Fatos Nano, Ilir Meta dhe Edi Rama. Kjo e tregon qartë që Shqipëria ka 80 vite që nuk e njeh institucionin e zgjedhjeve. Nuk ka një mekanizëm Shqipëria dhe qytetari shqiptar për me ndryshu leadershipin, për me ndryshu elitat. Tezën që unë e thash që në fillim të emisionit, sa po e konfirmoj edhe Endri, pra që ne praktikisht po të hymë gërm për gërm proceseve zgjedhore nga 31 marsi e deri në 11 maj, nuk kemi patur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kemi patur marrëveshje për kalim e votash dhe për pasim e votash. Sigurisht që klasa politike shqiptare, unë nuk po them që ata nuk kanë patur tension dhe përplasje me njëri tjetrin, sepse mungesa e kulturës, mungesa e dijeve, mungesa e përvojës, shpeshherë i bën që negociatat të jenë tensionuara dhe me përplasje të forta. Por sot ata janë sofistikuar. Për shembull, ne mund të flasim sa duash për dhurën në 26 majit, por nuk ka patur zgjedhje as 31 mars, as 22 mars, as 26 korrik, as për referendumin. Ka patur një proces për asgjësimin e mundësisë shqiptare për me zgjedhë elitat e tyre. Dhe sa për dhunë, deri në 2008-ën, demokracia shqiptare derdhte gjak, sepse trupi akoma kishte element demokratik. Ja, unë jam një nga studentët e dhjetorit 98, Petroja ka qenë ministri i brenda, asnjëherë s'e kam pyetur, më fal pyetjes, asnjëherë s'kam pyetur. Ore, a e diti që unë sot vuaj nga veshkat, sot e kësaj dite, sepse policia në orën 2 të natës ka hyrë brutalisht, ne ishim 120 studentë në grevurie dhe kanë hyrë mbi 500 forca policore, na kanë rrahur, na kanë kërdisur, na kanë qelluar me leva hekuri. Mua më kanë qelluar me levë hekuri dhe më shpiksur gjaku në veshka dhe sot e kësaj dite vuaj nga ajo goditje. Jo na kanë rrahur, po na kanë shpërndar brutalisht. Sa studenti kanë çuar tek mali me gropa, kanë kavaj. Po ja pra ja, sepse ne protestonin politikisht, liri demokratike është, zgjedhjet janë liri demokratike, protesta, greva është liri demokratike apo. E kupton, pra dhuna në këtë vend ka qenë pjesë e naturalitetit politik, more. Sepse këta nuk duan që shqiptarët ta ushtrojnë të drejtë që ndryshojnë elitat e tyre. Këta duan ta mbajnë nën kontroll, duan të ruajnë dominimin. Duan që qytetarët shqiptarë ta çmuskulizojnë. Duan që qytetarët shqiptarë mos të besojnë se e ka fuqinë me ndryshu gjërat. Arjan, të lutem se dua të pyes qendro, kam një tabel dhe dua ta nis më një herë pa humbur kohë se jemi në 5 minutat e fundit, një tabel duke marrë aktualitetin me ju dhe me Nesturin. Ja, mos e mbaro atë. Se më pyeta për Berishën. Dhe po e përmbyll me që përmbyllë se dua të kam një temë fundit. Regjenti. Dhe ai do të vazhdojë të jetë në krye të Partisë Demokratike si regjent, sepse ai hapi rrugën Mretit. Mreti ka qenë 2013 që është në pushtet. Okej. Kjo është fjali e sintetizzuar. Soi pak tabelën me që jemi në aktualitet Nesturi. Mora shkak nga ajo që tha pikërisht